Ditën e sotme në GKK-o do të zhvillohet seanca paraprake për dosjen e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, nëse do të kalojë ose jo për gjykim. Në këtë dosje përveç Veliaj të përfshirë janë 28 persona dhe shoqëri, përfshirë bashkëshorten e tij Ajola Xoxa dhe ish deputeten socialiste Klotilda Bushka. Prokuroria e posaçme antikorrupsion mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim dosjen e Veliaj dhe personave të tjerë. Më 10 shtator, Veliaj akuzohet se është përfshirë në 9 raste korrupsioni, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre, si dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, gjithashtu në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurëse. Ajo akuzohet po ashtu për pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Ish deputetja Klotilda Bushka akuzohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ndërkohë rikujtojmë se gjykata kushtetuese doli me një vendim për çështjen e Erion Veliajt, duke i dhënë të drejtë të vijojë detyrën si kryetari i Bashkisë së Tiranës. Në vendimin që u bë publik më 3 nëntor, gjykatësit u ndanë 5-3 në favor të kryebashkiakut Veliaj. Në këtë mënyrë rrëzohet vendimi i qeverisë që shkarkonte nga posti pas propozimit që i kishte bërë Këshilli Bashkiaki i Tiranës. Më 11 shtator, gjatë asamblesë së Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama sinjalizoi lëvizje në Bashkinë e Tiranës, duke i kërkuar Këshillit Bashkiak nisjen e procedurave për shkarkimin e kryetarit Erion Veliaj, i cili prej 10 shkurtit ndodhet në qeli. Sot duhet marrë një vendim politik për t'i hapur rrugë zgjedhjeve për një kryetar të ri bashkie në Tiranë. Përfaqësuesit në Këshillin Bashkiak duhet të vënë në lëvizje kuadrin ligjor për shkarkimin e kryetarit në detyrë. Nuk është një propozim që e bëj me zemër të lehtë, por Tirana nuk mund të gdhihet dhe të ngryset pafundësisht si një trup pa kokë, tha Rama. Më pas, më 23 shtator, Këshilli Bashkiak shkarkoi me 50 vota pro kryetarin e saj, me argumentin se mungoi në detyrë për 3 muaj, sipas ligjit për vetëqeverisjen vendore. Zyrtarisht Veliaj u shkarkua më 25 shtator, u Këshilli i Ministrave mori vendimin, duke i hapur rrugën zgjedhjeve të parakohshme në kryeqytet. Më 29 shtator, Erion Veliaj u drejtua gjykatës kushtetuese, duke kërkuar shfuqizimin e vendimit të shkarkimit të tij, si të papajtueshëm me kushtetutën. Më 1 tetor, presidenti Bajram Begaj dekretoi zgjedhjet e pjesëshme lokale në 6 bashki, mes tyre edhe Tiranës. Pas ankimimit të Veliajt më 9 tetor, gjykata kushtetuese vendosi ta pezullojë dekretin e Begajt për zgjedhjet në Tiranë. Më 31 tetor, Erion Veliaj, i cili dilte publikisht për herë të parë që nga 10 shkurti, Këshilli i Ministrave dhe institucioni i presidencës u ballafaquan për shtator para trupës gjykuese të gjykatës kushtetuese dhe më 3 nëntor, Toga dhe Zeza vendosën në favor të Veliajt.